Shenjat e kiametit. Falenderimi I takon Allahut. Atë e falenderojmë e prej Tij ndihmë e falje kërkojmë. Allahut I lutemi të na mbrojë nga e keqja e vetvetes dhe e veprës son. Askush nuk mund ta çojë në humbje atë që Allahu e udhëzon. Atë që e çon në humbje Allahu nuk ka kusht ta udhëzojë. Dëshmoj se s'ka të adhuruar tjetër me merit përveç Allahut, që është I vetëm e I pashoq. Dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. O ju që keni besuar, kijeni frikë Allahun duke ju përkushtuar Atij ashtu siç e meriton, dhe mos t'ju gjej vdekja pa qenë musliman. O njerëz, kijeni frikë Zotin tuaj. Ai ju krijoi prej një njeriu të vetëm. Pastaj prej këtij njeriu krijoi bashkëshorten e tij. Pastaj prej këtyre të dyve rodhen shumë burra e gra. Përkushtojuni Allahut, me emrin e të cilit ju betoheni, përkushtojuni dhe farefisit. Allahu mbi ju është mbikëqyrës. O ju të cilët keni besuar, kijeni frikë Allahun dhe flisni fjalë me vend, që ai t'u ndreq punët tuaja e t'u fal gabimet. Ai që I bindet Allahut dhe të dërguarit të Tij ka arritur një fitore madhështore. Allahu I lartësuar e ka dërguar Muhamedin a.s. si mbartësin e së vërtetës, përgëzues dhe qortues përpara orës së fundit. Muhamedi a.s. nuk ka lënë asnjë të mirë pa ja treguar popullit të tij dhe asnjë të keqe pa e paralajmëruar atë për rrezikun e saj. Duke qenë se ky popull është populli I fundit I të gjithë popujve, Muhamedi a.s. është I dërguari I fundit. Allahu I lartësuar I ka qartësuar plotësisht këto shenja nëpërmjet gjuhës së profetit të Tij. Ai na ka njoftuar se shenjat e kiametit kanë për të shfaqur në këtë popull në mënyrë të padiskutueshme. Pas Muhamedit a.s. nuk ka profet tjetër që t'u sqarojë njerëzve këto shenja dhe ndodhit e llahtarshme të kohës së fundit, të cilat sinjalizojnë për shkatërimin e kësaj bote dhe për nisjen e një jete të re, ku çdo kush përblehet në bazë të asaj që ka pranuar. Kush ka bërë ndonjë të mirë, qoftë sa një thërmi, do ta shohë atë. E kush ka bërë ndonjë të keqe, qoftë sa një thërmi, do ta shohë atë. Besimi në ditën e gjykimit, shpërblimi dhe ndëshkimi që ka në të, është një obligim I domosdoshëm. Mirëpo, duke qenë se njeriu nuk e hedh shikimin përtej kësaj jete dhe kënaqësive që ka ajo dhe harron jetën tjetër dhe nuk punon për të, Allahu I lartësuar ka vendosur shenja përpara kiametit për të treguar se ajo padyshim që ka për të ndodhur, me qëllim që njerëzit të mos t'i largojë prej saj asnjë dyshim dhe asnjë sprov. Gjithashtu, kur njerëzit vërejnë realizimin e ndonjë shenje për të cilën I kishte njoftuar më parë I dërguari I Allahut a.s., binden plotësisht se ora dhe shkatrimi I kësaj bote padyshim që do të vijë. Përgatiten për këtë ditë duke punuar vepra të mira përpara se të jetë tepër vonë dhe përpara se të vijë çasti I fundit. Që të mos thot njeriu, mirë për mua që nuk I kam kryer detyrimet ndaj Allahut, madje edhe jam tallur, ose sikur Allahut më kishte udhëzuar, do t'isha bërë njeri I devotshëm, ose të thot kur ta shoh dënimin, si kur të ishte mundur kthimi për mua edhe një herë e të bëhesha njeri I mirë. I dërguari I Allahut a.s. në hutben e tij thoshte: Unë jam dërguar dhe ora e kiametit është larg meje aq sa këta dy gishtrinj. Kur I dërguari I Allahut a.s. përmendte kiametin, dy faqet e tij skuqeshin. Zëri I tij ngrihej lart, zemrimi I tij rritej shumë. Ai dukej sikur po qortonte një ushtri të tërë dhe thoshte: Armiku do të afrohet pranë jush në mëngjes e në mbrëmje. Shokët e profetit druheshin se mos kiameti do të ndodhte mbi ta. Kjo gjë shihet qartë kur I dërguari I Allahut a.s. u përshkruan atyre
Një ditë i dërguari Allahut alayhis salam përmendi Dexhalin. Gjatë kohës që fliste për të, ai ulte dhe ngrinte kokën. Ne pandehem se Dexhali ishte diku mes palmave. Më vonë, kur shkuam tek i dërguari Allahut alayhis salam, ai e kuptoi shqetësimin ton dhe tha: "Çfarë ju shqetëson?" Ne i tham: "O i dërguari Allahut, kur po flisje për Dexhalin në mëngjes, po ulje dhe po ngrije kokën, dhe ne pandehem se Dexhali ishte fshehur diku mes palmave." Muhamedi alayhis salam tha: "Mua më frikson më shumë për ju diçka tjetër përveç Dexhalit. Nëse Dexhali del dhe unë gjendem midis jush, kam për të përballur vetë me të. Nëse Dexhali del dhe unë nuk gjendem midis jush, çdo njeri duhet të përballet vetë me të dhe Allahu është zëvendësi im për çdo musliman." Shumë prej shenjave të kiametit janë shfaqur. Kjo gjë vërteton atë për cilën na ka lajmëruar i dërguari Allahut alayhis salam. Besimtarve ushtohet çdo ditë besimi në fjalët e të dërguarit të Allahut alayhis salam. Këto fakte të shfaqura vërtetojnë akoma më shumë profecinë dhe sinqeritetin e të dërguarit të Allahut alayhis salam dhe nxisin çdo musliman që të kapet akoma më fort pas kësaj feje të pastër. E si të mos ushtohet besimi kur ata shohin se si bëhen realitet tërë këto dukuri të panjohura më parë, ashtu sikurse na ka lajmëruar i dërguari Allahut alayhis salam? Çdo njëra prej këtyre shenjave të shfaqura është një mrekulli e qartë që dëshmon për sinqeritetin e profetit të popullit musliman. Mirë për ata të cilët mohojnë shpalljen e tij, që largojnë të tjerët prej saj dhe që mundohen të hedhin dyshime mbi të. Rëndësia e këtij libri në pa, po të kemi parasysh se në këtë kohë janë shfaqur disa shkrimtar bashkohor, të cilët hedhin dyshime në lidhje me shfaqjen e dukurive të panjohura më parë, për të cilat na ka paralajmëruar i dërguari Allahut alayhis salam, dhe besimi në to është obligim për çdo musliman. Disa prej këtyre shkrimtarëve kanë mohuar një pjesë të shenjave të kiametit dhe disa të tjerë një pjesë të shenjave i kanë interpretuar gabimisht. Për këtë arsye, mendova të realizoj një libër i cili të përmbledh shenjat e vogla dhe të mëdha të kiametit me argumente që gjenden në Kuranin fisnik dhe në Sunetin e pastër. Kjo temë nuk ka qenë e lehtë për mua, sepse ka qenë shumë e nevojshme kërkimi për saktësinë e haditheve dhe mbledhja e transmetimeve të ndryshme. Disa dietar kanë shkruar libra rreth shenjave të kiametit, por ata nuk janë kufizuar vetëm në hadithet e sakta. Ata kanë sjellë në shkrimet e tyre shumë transmetime, pa përmendur gradën e hadithit në lidhje me saktësinë dhe dobësinë e tij, përveç disa rasteve të rralla. Kjo gjë e ngatron lexuesin, sepse ai nuk arrin të dallojë të saktën nga e pasakta. Ata gjithashtu nuk kanë dhënë shpjegime aty ku ka qenë e nevojshme. Megjithatë, ata Allahu i mëshiroft na kanë tubuar shumë hadithe dhe na kanë kursyer me këtë shumë mund. Prej këtyre librave mund të përmendim: 1. Sprovat, i Hafidh Nuaim bin Hamad. 2. Fundi, sprovat dhe trazirat, të Hafidh Ibn Kathir. 3. Jehona mbi shenjat e kiametit, i Sherif Muhammed Ibn Resul. 4. Shpalosja e dukurive që kanë ndodhur dhe do të vazhdojnë të ndodhin para kiametit, i Sheikh Muhammed Sidik Hasan El Kanuji. 5. Jehona e umetit me sprovat, trazirat dhe shenjat e kiametit. Këto ishin disa prej librave që kanë trajtuar këtë temë, por ka ende libra të tjerë të cilët nuk i kemi përmendur më lart. Unë kam përfituar shumë prej atyre që kanë shkruar para meje në këtë temë. Në këtë libër i kam vënë detyrë vetes të konsideroj si shenjë të kiametit vetëm ato shenja, të cilat veti i dërguari Allahut alayhis salam i ka vlerësuar si të tilla. Gjithashtu, i kam vënë detyrë vetes të përmend në këtë libër vetëm hadithe të sakta dhe të mira, duke u mbështetur në fjalët e dietarëve të hadithit mbi klasifikimin e haditheve. Për të mos u zgjatur, nuk i kam përmendur të gjitha hadithet e sakta,
që janë përcjell në lidhje me një shenjë prej shenjave të Kiametit, por kam përmendur disa hadithe, të cilat vërtetojnë konsiderimin e shenjës si shenjë të Kiametit. Gjithashtu kam përmendur çdo gjë të nevojshme në lidhje me çdo shenjë, si shpjegimin e ndonjë fjale të panjohur dhe sqarimin e atyre vendeve që përmenden në hadithe. Çdo njërin prej shenjave të Kiametit e kam sqaruar shkurtimisht duke u mbështetur në fjalë të shkëputura prej dietarëve dhe në hadithet, të cilët kanë lidhje me shenjën në fjalë. Gjithashtu në këtë libër u jam kundër përgjigjur atyre që i mohojnë disa prej shenjave të Kiametit ose i interpretojnë gabimisht larg asaj që nuk kuptojnë hadithet. Në këtë libër e kam shprehur qartë se shenjat e Kiametit janë prej dukurive të panjohura, të cilat ne duhet t'i besojmë ashtu sikurse na janë përcjell. Refuzimi i këtyre shenjave është i palejuar. Ato nuk mund të konsiderohen si simbolet mirësisë dhe të fatkeqësisë, apo si simbol të shfaqjes së dogmave të kota. Shumë prej shenjave të Kiametit na janë transmetuar nëpërmjet Haber el Waid. Kështu që në fillim të këtij libri vendosa t'i kushtoj një vend të posaçëm këtij burimi të besueshëm, si dhe për t'ju kundërvënë atyre të cilët mohojnë forcën argumentuese të këtij burimi dhe që pretendojnë se mbi këto burime nuk mund të bazohesh në çështjet e besimit. Gjithashtu, ky libër shërben edhe si ftesë për njerëzit që ata të besojnë Allahun, botën tjetër dhe paralajmërimet e dërguarit të Allahut alayhis salam, atij që nuk flet sipas dëshirës së tij, por në bazë të asaj që i shpallet prej Zotit të tij. Ky libër shërben si thirrje për t'u përgatitur për atë që na pret pas vdekjes. Kiameti është afër. Shumë prej shenjave të tij janë shfaqur. Kur shfaqen shenjat e mëdha të Kiametit, ato do të ndjekin njëra tjetrën ashtu siç shkëputen ruazat prej njëra tjetrës. Kur u zgjidhet nyja e perit. Kur të lind dielli nga perëndimi, dera e perëndimit mbyllet. Veprat janë vulosur dhe pas kësaj nuk vlen më besimi dhe pendimi. Besimtar ose të penduarit konsiderohen vetëm ata të cilët kanë besuar dhe janë penduar para ardhjes së kësaj shenje. Ditën kur të vinë disa shenja të Zotit tënd, atëherë nuk do t'i bëj dobi askujt besimi i tij, nëse nuk ka besuar më parë ose nuk ka bërë ndonjë të mirë me besimin e tij. Atë ditë njeriu do të kujtojë gjithçka që ka bërë. Zjarri flakërues do t'i tregohet çdo kujt që sheh. Atëherë, ai që ka shkelur gjithçka dhe ka parapëlqyer jetën e kësaj bote, sigurisht që do të ketë për stre xhehenemin. Kurse ai që është friksuar madhërisë së Zotit të tij dhe e ka frenuar veten nga dëshirat, padyshim që do të ketë për stre xhenetin. I lutemi Allahut të madhëruar, Zotit të Arshit madhështor, të na jap siguri e qetësi ditën e tmerrit madh dhe të na vendos në hijen e tij. Ky libër është një kërkim shkencor i paraqitur prej autorit në Universitetin Umul Qurra të Mekës, Fakulteti i Sheriatit në degën e Akides, për të fituar gradën profesionale të parë, masterin. Autorit i është akorduar kjo grad me vlerësimin shkëlqyeshëm në muajin Muharrem të vitit 1404 Hijri. Shenjat e Kiametit. Nga Ibn Said el-Kudriu përcillet se ka thënë: ne ishim nisur për të kryer haxhin me umren dhe bashkë me ne ishte edhe Ibn Sajad. Ne vendosëm të pushonim në një vend dhe njerëzit u shpërndan. Unë beta me Ibn Sajadin dhe ndjeva një mërzi të madhe për shkak të asaj që thuaj rreth tij. Ai erdhi dhe vuri gjërat e tij bashkë me të mijat. Unë i thash: vapa është e madhe, sikur ti vendosësh sendet e tua tek ajo pema. Ai ashtu bëri. Pranesh u shfaq një tuf delesh. Ai shkoi dhe u kthye me një tas të madh me qumësht dhe më tha duke më zgjatur tasin: o Ebu Said, pi. I thash: vapa është e madhe dhe qumshti është i nxehtë. Unë këtë e thash sepse nuk më pëlqente të pija prej dorës tij. Pas kësaj, Ibn Sajad tha: o Ebu Said.
Unë jam matur të marr një litar, ta lidh në pemë e të mbys veten për ato që thonë njerëzit rreth meje. O Ebu Said, nëse hadithi i dërguarit Allahut alayhis salam nuk dihet prej të tjerëve, ai nuk mund të jetë i panjohur për ju ensarët. A nuk je ti prej njerëzve më të ditur rreth haditheve të dërguarit Allahut alayhis salam? A nuk ka thënë i dërguari Allahut alayhis salam se ai është mohues e unë jam musliman? A nuk ka thënë i dërguari Allahut alayhis salam se ai është steril, që nuk lind dot fëmijë, ndërsa unë e kam lënë djalin tim në Medine? A nuk ka thënë i dërguari Allahut alayhis salam se ai nuk hyn dot në Medine e në Mekë, ndërsa unë po vi nga Medina e po shkoj në Mekë? Ebu Said el-Kudriu tha: pas gjithë këtyre fjalëve, për pak deshe justifikova, derisa i tha: pasha Allahun, unë e njoh atë, e di se kur ka lindur dhe e di se ku është ai tani. Pas këtyre fjalëve i thash: u shkatrofsh brenda kësaj dite. Në një transmetim tjetër, Ibn Sajadi ka thënë: pasha Allahun, unë e di se ku është ai tani, dhe unë ja njoh babain dhe nënën. Pas këtyre fjalëve, Ibn Sajadit i kanë thënë: a të pëlqen ty që ti të jesh ai burr? Ai është përgjigjur: nëse më parashtrohet mua një gjë e tillë, nuk kam për ta urryer. Në lidhje me Ibn Sajadin, ka edhe transmetime të tjera të cilat unë i kam lënë për të mos u zgjatur dhe për arsye të disa dietarëve saktësues si Ibn Kathiri dhe Ibn Haxheri i kanë refuzuar këto transmetime për shkak të dobësisë në zinxhirët e tyre të transmetimit. Çështja e Ibn Sajadit ju është përshtjelluar dietarëve dhe ata nuk janë fort të qartë në lidhje me rastin e tij. Disa kanë thënë se ai është Dejjali, dhe për këtë ata argumentohen me betimin e disa sahabëve se Ibn Sajadi është Dejjali, me atë që i ka ndodhur atij me Ibn Omerin dhe me atë që i ka ndodhur me Ebu Saidin. Disa dietar janë të mendimit që Ibn Sajadi nuk është Dejjali. Ata e kanë mbështetur mendimin e tyre në hadithin e gjatë të Temim ed-Darit. Përpara se të paraqes mendimet e dietarëve në lidhje me këtë çështje, së pari po paraqes të plot hadithin e Temim ed-Deriut. Imam Muslimi përcjell me zinxhirin e tij të transmetimit prej Amir ibn Shurail e Shahiut se i ka thënë Fatimes, vajzës së Kajsit, motrës së Dahak ibn Kajsit, e cila ka qenë prej emigruesve të parë: më tregoj një hadith të cilin ta kesh dëgjuar drejt për së drejti nga i dërguari Allahut. Ajo tha: po të duash, unë mund ta them. I thash: po, më trego. Ajo më tregoi ngjarjen e saj kur ishte mbetur e ve dhe kishte kaluar ditët e caktuara të saj tek Ibn Umi Mektuni, dhe pastaj tha: kur më mbaruan ditët e pritjes, dëgjova thirrsin e të dërguarit të Allahut alayhis salam duke thirrur: grumbullohuni të gjithë për namaz. Unë dola për në xhami dhe u fala pas të dërguarit të Allahut alayhis salam në rreshtin e parë të grave, i cili vendosej pas burrave. Kur mbaroi namazin, i dërguari i Allahut u ul në mimber duke qeshur dhe tha: çdo njeri le të qëndrojë në vendin e tij. Pastaj tha: a e dini pse ju kam mbledhur? A e dini pse ju kam mbledhur? Ata thanë: Allahu dhe i dërguari i tij e din. Ai tha: pasha Allahun, nuk ju kam mbledhur për diçka të dëshiruar apo të frikshme. Por u kam mbledhur se Temim ed-Dari ka qenë një burr i krishter. Ai erdhi dhe më dha besën, u bë musliman dhe më tregoi një ngjarje që përputhet me ato që unë ua kisha treguar më parë rreth Mesiut Dejjalit. Ai më tregoi se kishte hipur në një anije bashkë me 30 burra prej fiseve Lahm dhe Xudhem. Stuhia i kishte sorollatur në përdet për një muaj rresht. Pastaj kishin arritur të ndalen në brigjet e një ishulli. Në të perënduar i kishin hipur varkave, kishin zbritur në ishull dhe më pas ishin futur në brendësi të tij. Atyre u kishte dalë përpara një kafshë leshatore me shumë qime dhe nuk kishin arritur të dallojnë se cila është pjesa e përparme e saj nga ajo e pasmja,
për shkak të qimeve të mëdha e të shumta. Ata I kishin thënë, mirë për ty, kush je ti? Ajo I kishte thënë, unë jam El Gjesase. Ata I kishin thënë, e çfarë është El Gjesahe? Ajo I kishte thënë, o njerëz, shikoni te ky burr I cili qëndron në tempull, sepse ai pret me padurim lajmet tuaja. Ajo na tregoi emrin e një burri dhe ne patëm frikë prej saj dhe pandehëm se mos ishte ndonjë shejtank. Pastaj ikëm me nxitim dhe u futëm në tempull. Aty gjetëm njeriu më trup madh dhe më të prangosur që mund të kishim parë ndonjëherë. Ai kishte duar të lidhura bashk pas kokës së tij dhe ishte I prangosur me pranga hekuri nga gjunjët deri tek zokthet e këmbëve. Ne I tham, mirë për ty, kush je ti? Ai kishte thënë, ju arritët të merrni vesh për mua, prandaj më tregoni se cilët jeni ju. Ata ishin përgjigjur, ne jemi disa njerëz prej arabëve që dolëm në det të hapur me një anije, por që rastisi që deti të ishte e gërsuar dhe dallgët na përplasën sa andej e këndej për një muaj rresht. Pastaj arritëm të ndalojmë në këtë ishullin tënd, u hipëm varkave, zbritëm në breg dhe hym brenda në ishull. Përpara na doli një kafshë leshatore me shumë qime, që nuk I dalloi dot pjesa e përparme nga jo e pasmja dhe tham, mirë për ty, kush je ti? Ajo tha, unë jam El Gjesase. Ne I tham, e çfarë është El Gjesase? Ajo tha, o njerëz, shkoni te ky burr I cili qëndron në tempull, sepse ai pret me padurim lajmet tuaja. Ne erdhëm me nxitim tek ti dhe u trembëm shumë prej saj dhe patëm frikë se mos ishte ndonjë shejtank. Ai kishte thënë, më tregoni për palmat e Bejsanit. Ne I tham, çfarë kërkon të dish rreth tyre? Ai kishte thënë, unë dua të më tregoni për palmat e këtij vendi, a prodhojnë akoma fryte? Ne I tham, po. Ai kishte thënë, ato së afërmi nuk kanë për të prodhuar më fryte. Më tregoni për detin e Taberijes. Ne I tham, çfarë kërkon të dish rreth tij? Ai kishte thënë, a ka në të ujë? Ne tham, ai ka shumë ujë. Ai kishte thënë, së afërmi uji I tij do të largohet. Ai kishte thënë, më tregoni për burimin zugar. Ne I tham, çfarë kërkon të dish rreth tij? Ai kishte thënë, a ka në të ujë? Dhe banorët rreth tij vazhdojnë të vadisin të mbjellat e tyre me të. Ne tham, po, në të ka shumë ujë dhe banorët rreth tij vazhdojnë të mbajnë të mbjellat e tyre me ujin e këtij burimi. Ai kishte thënë, më tregoni për profetin e analfabetëve dhe ç'bëhet me të. Ne tham, ai ka dalë prej Mekës dhe tani gjendet në Jethrib. Ai kishte thënë, a e kanë falur atë arabët? Ne tham, po. Ai kishte thënë, çfarë ka bërë ai me ta? Ne I tham, ai ka triumfuar mbi arabët që e rrethojnë dhe ata tash. Ai ka triumfuar mbi arabët që e rrethojnë dhe ata tashmë janë bindur atij. Ai kishte thënë, kjo ka ndodhur me të vërtet? Ne I tham, po. Ai kishte thënë, kështu është më mirë për ta që t'i binden atij. Tani unë po ju tregoj për veten time. Unë jam Mesiu dhe së afërmi mund të më jepet leje për të dalë dhe do të dalë. Unë do të udhtoj nëpër tokë dhe nuk do të lë asnjë vend të saj pa shkelur brenda 40 netve, përveç Mekës dhe Tajbes, Medinës, sepse në që të dyja ato më është ndaluar hyrja. Sa herë që unë do të mundohem të hyj në njërin prej tyre, më del përpara një melek me shpatë në dorë dhe më zbraps prej saj. Në çdo gryk të saj ka me lajke që e ruajnë atë. Pastaj I dërguari Allahut alayhis salam qelloi me shkopin e tij mbi mimber dhe tha: Kjo është Tajbe, kjo është Tajbe, ka për qëllim Medinën. A nuk u pa ta treguar këtë? Njerëzit e pranishëm thanë, po. I dërguari Allahut alayhis salam tha: Mua më mahniti tregimi I Temimit, sepse ai përputhej me atë që unë ua kisha treguar juve më parë rreth tij, Dexhalit, Mekës dhe Medinës. A nuk është ai në detin e Shamit ose në detin e Yemenit?
Jo, por ai është nga ana e lindjes. Ai është nga ana e lindjes. Ai është nga ana e lindjes. Fatimja, e bia e Kajsit, tha: këtë e kam mësuar prej të dërguarit të Allahut alayhis salam. Ibn Haxheri ka thënë: disa kanë menduar se hadithi i Fatimes është i panjohur dhe i transmetuar vetëm prej saj, por nuk është kështu. Bashkë me të, këtë hadith e ka transmetuar Ebu Hurejra, Aisha dhe Xhabiri. Shenjat e Kiametit. Vendi ku do të dalë Dexhali. Dexhali do të dalë nga lindja, nga Horasani, nga Jehudia e Azbihanit. Pastaj do të ecë nëpër tokë. Ai nuk do të lërë vend pa hyrë, përveç Mekës dhe Medinës, në të cilat nuk do të hyjë dot, për shkak se ato të dyja ruhen nga ëngjëjt. Në hadithin e Fatimes, vajzës së Kajsit, i dërguari i Allahut alayhis salam thot për Dexhalin: a nuk është ai në detin e Shamit, ose në detin e Yemenit? Jo, por ai është nga ana e lindjes. Ai është nga ana e lindjes. Ai është nga ana e lindjes. Nga Ebu Bekër Sidiku na përcillet se i dërguari i Allahut alayhis salam ka thënë: Dexhali do të dalë nga një tokë në lindje, të cilës i thuhet Horasan. Ibn Haxheri ka thënë, për sa i përket pyetjes se ku do të dalë, padyshim që nga ana e lindjes do të dalë. Ibn Kathiri ka thënë, ai fillimisht do të shfaqet në Azbihan. Dexhali nuk hyn dot në Mekë dhe në Medinë. Kur të dalë në kohën e fundit, Dexhali nuk do të lejohet të hyjë në Mekë dhe në Medinë, dhe për këtë janë përcjell hadithe të sakta. Ndërsa për vendet e tjera përveç Mekës dhe Medinës, ai do t'i shkel ato njëri pas tjetrit. Në hadithin e Fatimes, së bijes së Kajsit, përcillet se Dexhali thot: unë do të udhtoj në për tokë dhe nuk do të lë asnjë vend të saj pa shkelur brenda 40 netve, përveç Mekës dhe Tajbes, sepse më është ndaluar hyrja në të dyja ato. Sa herë që unë të mundohem të hyj në njërën prej tyre, do të më dalë përpara një melek me shpatë në dorë dhe do të më zbraps prej saj. Në çdo gryk të saj ka me lajke që e ruajnë. Gjithashtu, Dexhali nuk do të hyjë në 4 xhami, në xhamin e shenjtë, në xhamin e Medinës, në xhamin Tur dhe në xhamin Aksa. Imam Ahmedi përcjell nga Gjunade ibn Ebi Umeje el Ezdiu se ka thënë: unë bashkë me një burr nga ensarët shkuam tek profeti alayhis salam dhe i tham: na trego atë që ke dëgjuar nga i dërguari i Allahut alayhis salam rreth Dexhalit. Ai përmendi hadithin dhe ndër të tjera tha: ai do të qëndrojë në tokë 40 agime, do të shkel kudo, por nuk do t'i afrohet dot 4 xhamive: xhamisë së Shejt, xhamisë së Medinës, xhamisë Tur dhe xhamisë Aksa. Ndërsa për hadithin e transmetuar në 2 sahihet, ku i dërguari i Allahut alayhis salam ka parë një burr kaçurrel të qorruar në syrin e djathtë, që i kishte vendosur duart mbi supet e një burri dhe po bënte tavaf rreth shtëpisë së shenjtë, dhe se i dërguari i Allahut alayhis salam pyeti për të dhe i thanë se ai është Mesiu Dexhal, përgjigjemi duke thënë se Dexhali nuk do të lejohet të hyjë në Mekë dhe në Medinë kur të dalë në kohën e fundit. Allahu është më i dituri. Ndjekësit e Dexhalit. Në hadithin e mësipërm të Ebu Bekrit përcillet se i dërguari i Allahut alayhis salam ka thënë: atë do ta ndjekin disa njerëz, të cilët i kanë fytyrat si mburoja të kalitura. Ndjekës të Dexhalit kanë për të qenë edhe disa jo arab, për shkrimi i të cilëve është përcjell në hadithin e Ebu Hurejres. Nga Ebu Hurejra përcillet se i dërguari i Allahut alayhis salam ka thënë: kiameti nuk ka për t'u bërë derisa ju të luftoni kundër Huzit dhe Kirmanit dhe popujve jo arab. Ata janë me fytyra të kuqe, me hum të shtypura, me sy të vegjël, me fytyra si të ishin burojat kalitura dhe sandalet e tyre janë prej qimesh. Beduinët kanë për të qenë ndjekësit më të shumë të tij,
sepse mbi ta në përgjithësi sundon ignoranca. Në hadithin e gjatë e Ebu Umames, për cilën këto fjalë të dërguarit Allahut a.s. Një prej sprovave të tij, Dexhalit, ka për të qenë edhe kjo. Ai do t'i thot një beduini: nëse unë do të ringjall babain dhe nënën tënde, a do të dëshmosh se unë jam Zoti yt? Beduini thot po. Pastaj dy shejtan shfaqen në formën e babait dhe nënës së tij dhe i thon: o bir, ndiqi atë, sepse ai është Zoti yt. Për sa i përket grave, gjendja e tyre është më e rëndë se gjendja e beduinëve, për shkak se ato ndikohen shumë shpejt dhe në përgjithësi ndërto sundon ignoranca. Nga Ibn Omeri përcillet se i dërguari Allahut a.s. ka thënë: Dexhali do të vendoset në tokën e kripur të Murkanas. Gratë kanë për të qenë shumica që do të dalin e do të bashkohen me të, saqë burri do të shkojë tek të afërmit e tij, tek nëna e tij, tek vajza e tij, tek motra e tij, tek halla e tij, dhe do t'i lidh fort ato nga frika se mos dalin tek ai. Sprova e Dexhalit. Sprova e Dexhalit është sprova më e madhe që nga krijimi i Ademit a.s. e deri në ditën e Kiametit. Ajo ka për të qenë e madhe për shkak të gjërave të pazakonta që Allahu ka krijuar me të, të cilat e çorodisin mendjen dhe e çrregullojnë zemrën. Na përcillet se Dexhali do të ketë me vete xhenet dhe zjarr, ku xheneti i tij do të jetë zjarr dhe zjarri xhenet. Ai do të ketë me vete lumejn plot me ujë dhe male me bukë. Ai urdhëron qiellin që të zbresë shi dhe bie shi, urdhëron tokën të mbi dhe ajo nxjerr bimësinë e saj. Thesaret e tokës i shkojnë nga pas. Ai e përshkron tokën me një shpejtësi shumë të madhe, tamam si shiun të cilin e shtyn nga pas era, dhe të tjera gjëra të pazakonta, të cilat janë përcjell në hadithe të sakta. Imam Muslimi përcjell nga Udhejfe se i dërguari Allahut a.s. ka thënë: Dexhali është qorë në syrin e tij të majt dhe me flokë të dredhura. Ai ka me vete xhenet dhe zjarr. Zjarri i tij është xhenet, ndërsa xheneti i tij është zjarr. Imam Muslimi përcjell nga Udhejfe se i dërguari Allahut a.s. ka thënë: unë e di çfarë ka me vete Dexhali. Ai ka me vete dy lumenj që vërshojnë. Njëri prej tyre me shikimin e syrit duket si ujë i bardhë, ndërsa tjetri me shikimin e syrit duket si një zjarr flakërues. Nëse ndonjëri ballafaqohet me këtë, le të shkojë tek lumi, i cili duket si zjarr, le t'i mbyll syt, pastaj le të ul kokën dhe le të pi prej tij, sepse ai është ujë i ftohtë. Nga Newas ibn Semani, në tregimin rreth Dexhalit përcillet se sahabët kanë thënë: o i dërguari i Allahut, sa kohë do të qëndrojë ai në tokë? Profeti a.s. thot: 40 ditë, një ditë sa një vit, një tjetër sa një muaj, një tjetër sa një javë, dhe ditët e tjera të tij do të jenë si ditët tuaja. Sahabët thanë: sa shpejt do të lëvizë ai nëpër tokë? I dërguari i Allahut a.s. tha: si shiu të cilit i vjen pas era. Ai shkon tek disa njerëz, i fton dhe ata e besojnë dhe i binden. Ai urdhëron qiellin dhe bie shi, urdhëron tokën dhe ajo nxjerr bimësinë. Bagtitë e tyre rriten si kurrë ndonjëherë. Ato kanë qumësh si kurrë ndonjëherë dhe ijet i kanë të mbushura plot. Ai pastaj shkon tek disa të tjerë, i fton, por ata e refuzojnë fjalën e tij dhe pastaj largohet prej tyre. Ata i pllakos thatësira dhe nuk i mbetet asgjë prej pasurisë që kishin. Ai kalon pranë gërmadhave dhe thot: nxirri thesaret e tua, dhe thesaret e saj e ndjekin atë, siç ndjekin bletët mbretëreshën e tyre. Ai thret një djalë të ri, e ndan me shpatë në dy pjesë, mes për mes, pastaj e thret dhe djali i vjen duke qeshur me një fytyrë që i shkëlqen. Imam Buhariu përcjell nga Ebu Said Hudriu se ky djalë i ri, të cilin e vret Dexhali, është më i miri i njerëzve në atë kohë. Ai del nga Medina, shkon tek Dexhali dhe i thot: unë dëshmoj se ti je Dexhali,
për cilin na ka treguar i dërguari Allahut a.s. Dejjali thot, nëse unë e vras këtë dhe pastaj e ringjall, ato të dyshoni për mua. Pranishmit thon jo, ai e vret dhe pastaj e ringjall. Djali thot, pasha Allahun, unë nuk kam qenë kur më i qartë rreth teje se sa sot. Pastaj Dejjali dëshiron ta vras, por nuk mundet. Nga Ebu Umame el Behili na përcillet se i dërguari i Allahut a.s. në lidhje me Dejjalin ka thënë: një prej sprovave të tij, Dejjalit, ka për të qenë edhe kjo. Ai do t'i thot një beduini: nëse të ringjall babain dhe nënën tënde, a do të dëshmosh se unë jam Zoti yt? Beduini thot, po. Pastaj dy shejtan shfaqen në formën e babait dhe nënës së tij dhe i thon: o birë, ndiqe atë, sepse ai është Zoti yt. Allahu na ruajt e na mbroft nga sprovat. Shenjat e Kiametit. A është i gjallë Dejjali dhe a ka qenë ai pranishëm në kohën e profetit a.s. Përpara se t'i përgjigjemi këtyre dy pyetjeve, duhet të sqarojmë se a është Ibn Said Dejjali apo Dejjali është dikush tjetër? Nëse Dejjali është dikush tjetër përveç Ibn Sajadit, a ekziston ai përpara se të shfaqet me sprovën e tij apo nuk ekziston? Përpara se t'i përgjigjemi këtyre pyetjeve, po ju njohim me Ibn Sajadin. Ibn Sajadi është Safi ose Abdullah Ibn Sajad ose Ibn Said, një prej çifutëve të Medinës, dhe thuhet se ka qenë prej fisit të Ensarve. Kur i dërguari Allahut a.s. erdhi në Medinë, Ibn Sajadi ishte ende i vogël. Ibn Kethiri ka treguar se ai është bërë musliman dhe djali i tij Umara ka qenë një prej më të nderuarve të tabinëve, nga i cili ka transmetuar Imam Maliku e të tjerë. Atë e ka përmendur Dhehebiu në librin e tij Nxjerrja në pa e emrave të sahabëve. Në këtë libër ai thot, Abdullah ibn Sajadin e ka përmendur Ibn Shahini, që ka thënë: ai është Ibn Saidi, babai i tij ka qenë jehudi. Abdullah i lindi i verbër dhe i bërë synet. Për të është thënë se është Dejjali. Ai është bërë musliman dhe konsiderohet një prej tabinëve që ka parë të dërguarin Allahut a.s. Gjithashtu, Ibn Sajadin e ka përmendur dhe Ibn Hajeri në librin e tij Saktësia në dallimin e sahabëve. Ibn Hajeri ka përmendur fjalët e Dhehebiut, pastaj ka shtuar: një prej bijve të tij është Umara ibn Abdullah ibn Sajadi, i cili ka qenë një ndër më të mirët e muslimanëve, prej shokëve të Said ibn Musejbit, dhe nga ai ka transmetuar Imam Maliku dhe të tjerë. Mëtej Ibn Hajeri ka përmendur disa hadithe në lidhje me Ibn Sajadin, që ne do t'i përmendim më poshtë. Pastaj ka thënë: gjithsesi, nuk ka kuptim që ta përmendim Ibn Sajadin si një prej sahabëve, sepse nëse ai është Dejjali, nuk mund të konsiderohet kurrë sahab, sepse Dejjali vdes jo musliman. Nëse Dejjali është dikush tjetër përveç Ibn Sajadit, kur ky i fundit e ka takuar të dërguarin e Allahut, nuk ka qenë musliman, kështu që nuk mund të konsiderohet sahabi. Mirë po, nëse më vonë është bërë musliman, ai konsiderohet një prej tabinëve që ka parë të dërguarin e Allahut a.s. sikur se thot Dhehebiu. Ibn Hajeri në librin e tij Pastrimi i të pastruarit ka përmendur Umara ibn Sajadin dhe ka thënë: ai është Umara ibn Abdullah ibn Sajad el Ensari. Ebu Ejub el Medeni. Ai ka transmetuar prej Xhabir ibn Abdullahit, Said ibn Musejbit dhe ata u ibn Jesarif. Ndërsa prej tij kanë transmetuar Dahak ibn Othman el Huazi, Malik ibn Enesi e të tjerë. Ibn Majini dhe Nesai kanë thënë se ai është i besueshëm. Ebu Hatimi ka thënë se hadithi i tij është i vlefshëm. Ibn Sadi ka thënë se ai ka qenë i besueshëm, por me pak hadithe. Malik ibn Enesi nuk vlerësonte askënd më shumë se atë. Fisi i tyre thonin se janë bij të Ushejheb ibn Nejarit, mirë po fisi Nejar i refuzoi dhe ata sot janë, si me thënë, aleat të bijve të Malik ibn Nejarit
dhe nuk dihet qartë se nga rrjedhin. Gjendja e Ibn Sajadit. Ibn Sajadi ka qenë një gënjeshtar i madh. Ai mirrej me fallin, herë gjente diçka ashtu sikur se ishte dhe herë gaboi. Lajmi rreth tij u përhap midis njerëzve. Njerëzit përhapën fjalë sikur Ibn Sajadi është Dexhali. Këtë do ta përmendim kur të flasim rreth provokimit që i ka bërë atij i dërguari Allahut alayhis salam. Provokimi i tij nga i dërguari Allahut alayhis salam. Kur u përhapën fjalë midis njerëzve se Ibn Sajadi është Dexhali, i dërguari Allahut alayhis salam deshi të vështronte dhe të sigurohej rreth rastit të tij. I dërguari Allahut alayhis salam shkonte fshehurazi tek Ibn Sajadi që ai të mos e hetonte, duke shpresuar se mos dëgjonte diçka prej tij. I dërguari Allahut alayhis salam i drejtonte atij disa pyetje për zbuluar realitetin e tij. Përcillet nga Ibn Omeri se Omeri dhe i dërguari Allahut bashkë me disa të tjerë shkuan tek Ibn Sajadi. Ata e gjetën atë duke luajtur me disa fëmijë në kullën e Ibn Megalehit. Ibn Sajadi ishte pranë moshës së pubertetit, pjekurisë seksuale. Ai nuk i ndjeu derisa pejgamberi alayhis salam e qelloi me dorën e tij dhe i tha: "A dëshmon se unë jam i dërguari i Allahut?" Ibn Sajadi hodhi vështrimin drejt tij dhe i tha: "Unë dëshmoj se ti je i dërguari i analfabetëve." Pastaj Ibn Sajadi i tha profetit alayhis salam: "A dëshmon ti se unë jam i dërguari i Allahut?" Profeti alayhis salam e refuzoi këtë dhe tha: "Unë besoj Allahun dhe të dërguarit e tij." Mëtej i dërguari Allahut alayhis salam i tha: "Çfarë she?" Ai u përgjigj: "Mua më vijnë njoftime të vërteta e të rreme." I dërguari Allahut alayhis salam tha: "Gjërat e janë ngatruar, apo mbaj diçka të fshehtë për ty?" Ibn Sajadi tha: "Ai është e dukhu." I dërguari Allahut alayhis salam tha: "Hesht, se nuk e tej kalon dot nivelin tënd." Omeri tha: "O i dërguari Allahut, më lejo t'ja pres qafën." I dërguari Allahut alayhis salam tha: "Nëse është ai ti, nuk mund ta vrasësh, dhe nëse nuk është ai, atëherë ti nuk ke ndonjë dobi që ta vrasësh atë." Sipas një transmetimi tjetër, i dërguari Allahut i ka thënë Ibn Sajadit: "Çfarë she?" Ai është përgjigjur: "Unë shoh një fron mbi ujë." I dërguari Allahut alayhis salam i tha: "Ti sheh fronin e iblisit mbi det. Po tjetër çfarë she?" Ibn Sajadi tha: "Unë shoh 2 të sinqert dhe 1 gënjeshtar, ose 2 gënjeshtar dhe 1 të sinqert." I dërguari Allahut alayhis salam i tha: "Atij është përshtjelluar çështja, lëreni." Ibn Omeri gjithashtu ka thënë: Pastaj i dërguari Allahut alayhis salam bashkë me Ubej ibn Kabin shkuan tek palmat në të cilat ndodhej Ibn Sajadi. I dërguari Allahut alayhis salam po fshihej me qëllim që të dëgjonte diçka prej Ibn Sajadit përpara se ai ta shihte. Ibn Sajadi ishte shtrirë mbi shtratin e tij dhe diçka murmuriste. Nëna e Ibn Sajadit pa të dërguarin Allahut alayhis salam duke u fshehur pas trungjeve të palmave dhe tha: "O Saf, shif, është Muhamedi." Ibn Sajadi u nxe dhe i dërguari Allahut alayhis salam tha: "Sikur ta kish lënë, do të kthjellohej." Ebu Dheri ka thënë se i dërguari Allahut alayhis salam më dërgoi tek nëna e Ibn Sajadit dhe më tha: "Pyete se sa kohë e kam mbajtur në barkun e saj." Unë shkova dhe e pyeta. Ajo mu përgjigj: "Unë kam qenë shtatzan me të 12 muaj." Pastaj i dërguari Allahut alayhis salam më dërgoi përsëri duke më thënë: "Pyete për klithmën e tij kur lindi." Unë shkova dhe e pyeta. Ajo mu përgjigj: "Ai ka klithur si të ishte një foshnjë 1 muajshe." Pastaj i dërguari Allahut i tha Ibn Sajadit: "Unë të kam fshehur diçka?" Ibn Sajadi tha: "Më ke fshehur turinjt e deles së përhime dhe duhin." Ibn Sajadi deshi të thoshte fjalën duhan, tym, por nuk mundi dhe tha duh. I dërguari Allahut alayhis salam e provokoi atë me fshehjen e shenjës së tymit, për të njohur me realitetin e tij. Tymi për të cilin bëhet fjalë këtu është tymi i përmendur në ajetin kuranor. Andaj ti prite atë ditë kur qielli do të lëshojë tym të qartë. Duhan 10.
Në transmetimin e Ahmedit nga Ibn Omeri thuhet: unë të kam fshehur diçka. Ai kishte fshehur Ibn Sajatit ajetin kuranor. Andaj ti prite atë ditë, kur qielli do të lëshoj tym të qartë. Duhan 10. Ibn Kathiri ka thënë: Ibn Sajati zbuloi diçka sipas mënyrës së fallxhorëve, nëpërmjet gjuhës së xhinëve, të cilët i coptojnë shprehjet dhe fjalët i thonë gjysma. Për këtë arsye Ibn Sajati tha se ajo është fjala duh, në vend që të thoshte fjalën duhan. Kur Ibn Sajati u shpreh në këtë mënyrë, i dërguari Allahut alayhis salam e kuptoi se të dhënat e tij vinin prej shejtanit dhe pastaj tha: hesht, se nuk e tejkalon dot nivelin tënd. Vdekja e Ibn Sajadit. Nga Xhabiri përcillet se ka thënë: ne nuk e pam më Ibn Sajadin që nga dita e Harres. Ibn Haxheri e ka konsideruar të saktë transmetim dhe të dobët transmetimin tjetër i cili thot se Ibn Sajadi ka vdekur në Medine, ku të pranishmit i kanë zbuluar fytyrën dhe më pas i kanë falur namazin e xhenazes. A është Ibn Sajadi Dexhali i madh? Pas fjalëve në lidhje me Ibn Sajadin dhe provokimin e tij nga ana e të dërguarit Allahut alayhis salam, dalim në përfundimin se i dërguari Allahut alayhis salam ka heshtur në lidhje me realitetin e Ibn Sajadit, sepse ati nuk i është shpallur diçka në lidhje me të qenurit e Ibn Sajadit Dexhali apo dikush tjetër. Omeri, Zoti qoftë i kënaqur me të, betohej përpara të dërguarit Allahut se Ibn Sajadi është Dexhali dhe i dërguari Allahut alayhis salam nuk e mohonte betimin e tij. Disa prej sahabëve mendonin të njëjtën gjë sikurse Omeri dhe betoheshin se Ibn Sajadi ishte Dexhali. Njëri prej tyre ka qenë Xhabiri, Ibn Omer dhe Ebu Dherri. Nga Muhamed Ibn Munkedir përcillet se ka thënë: unë kam parë Xhabir Ibn Abdullahin duke u betuar në Allahun që Ibn Sajadi është Dexhali. Unë pastaj i thash: ti po bërtet në Allahun për këtë? Ai më tha: unë kam dëgjuar Omerin të betohet për këtë në prezencë të profetit alayhis salam dhe ai nuk e ndaloi Omerin nga kjo vepër. Nga Nafiu përcillet se Ibn Omeri ka thënë: pasha Allahun, unë nuk dyshoj që Ibn Sajadi është Mesiu Dexhali. Nga Zeid Ibn Uebi përcillet se Ebu Dherri ka thënë: të betohem 10 herë që Ibn Said ose Ibn Sajadi është Dexhali, është më e dashur për mua se të betohem një herë të vetme që Ibn Said nuk është Dexhali. Nga Nafiu përcillet se Ibn Omer takoi Ibn Saidin në një prej rrugëve të Medinës dhe i tha diçka që e zemëroi së tepërmi. Ibn Sajadi pas kësaj u fry kaq shumë sa zuri tër rrugën. Ibn Omeri u fut në shtëpinë e Hafsas. Asaj kishte arritur lajmi dhe i tha: Allahu të mëshiroft, çpate me Ibn Saidin. A nuk e di se i dërguari Allahut alayhis salam ka thënë: ai do të dalë pas diçkaje që do ta zemëroj. Nafiu përcjell gjithashtu se Ibn Omeri ka thënë: unë e takova Ibn Sajadin 2 herë. E takova herën e parë dhe i thash dikujt prej tyre: a nuk keni thënë që ai është ai? Personi që ju drejtua tha: jo, pasha Allahun. Thash: më gënjeve pasha Allahun. Disa prej jush më kanë thënë se ai nuk ka për të vdekur derisa të ketë më shumë pasuri e fëmijë se cili do prej jush. Ne biseduam dhe unë pastaj u ndava prej tij. Pastaj e takova Ibn Sajadin një herë tjetër. Ati ishte sëmur syri dhe unë i thash: që kur të është bërë syri kështu si po e shoh? Ai mu përgjigj: nuk e di. I thash: nuk e di dhe ai është në kokën tënde? Tha: nëse do Allahu e krijon atë mu në këtë shkopin tënd. Ai pastaj turfulloi si turfullima më e fortë e ndonjë gomari që kam dëgjuar ndonjëherë. Disa prej shokëve të mi thonë se unë e godita atë me shkopin tim derisa ju thye, mirë po unë nuk mbaj mend asgjë nga kjo që ata thonë. Pastaj Ibn Omeri shkoi tek nëna e besimtarve Hafsa dhe bisedoi me të. Ajo i tha: çfarë kërkon prej tij? A nuk e di se i dërguari Allahut alayhis salam ka thënë: ai ka për t'ju shfaqur njerëzve pas diçkaje që do ta zemëroj? Ibn Sajadi i dëgjonte fjalët e njerëzve rreth tij dhe kjo
e mundon të shumë. A i mundohej të mbronte veten e tij dhe të deklaronte se ai nuk ishte Dexhali. A i argumentohej duke thënë se cilësitë e Dexhalit të përshkruara nga i dërguari i Allahut alayhis salam nuk përputheshin me cilësitë e tij. Shenjat e Kiametit. Mbrojtja nga sprova e Dexhalit. I dërguari i Allahut alayhis salam i ka treguar umetit të tij se si të mbrohet prej sprovës së Mesiut Dexhal. I dërguari i Allahut alayhis salam ka lënë umetin e tij në një rrugë të bardhë, ku nata për të është por si dita dhe vetëm një i dështuar mund të devijojë prej saj. Profeti alayhis salam nuk ka lënë asnjë të mirë pa ja treguar umetit të tij dhe nuk ka lënë asnjë të keqe pa e paralajmëruar umetin e tij prej saj. Sprova e Mesiut Dexhal është një prej atyre të këqijave ndaj të cilave na ka paralajmëruar i dërguari i Allahut alayhis salam. Ajo është sprova më e madhe me të cilën ballafaqohet ky umet deri në ditën e Kiametit. Çdo profet i ka tërhequr vërejtjen popullit të vet për qorrin gënjeshtar. Muhamedi alayhis salam veçanërisht ka paralajmëruar dhe ka tërhequr vërejtjen për këtë person më shumë se profetët e tjerë. Allahu i ka treguar atij shumë prej cilësive të tij, me qëllim që t'i tërhiqte vërejtjen umetit të tij. Dexhali ka për të shfaqur patjetër në këtë umet, sepse ky është populli i fundit i të gjithë popujve të kësaj bote, dhe Muhamedi alayhis salam është vula e profetëve. Më poshtë do të paraqesim disa udhëzime se si të shpëtojmë prej kësaj sprove të madhe, ashtu sikurse ka udhëzuar i dërguari i Allahut alayhis salam umetin e tij. I lutemi Allahut që të na shpëtojë e të na ruaj nga sprovat. 1. Të kapurit fort pas Islamit, të armatosesh me armën e besimit, njohja e emrave të Allahut dhe cilësive të tij absolute, të cilave nuk mund t'i afrohet askush. Muslimani duhet të di që Dexhali ha dhe pi, ndërsa Allahu është i pastër dhe nuk ja ka nevojën diçkaje të tillë. Ai duhet të di që Dexhali është qorr dhe Allahu nuk është qorr. Allahun nuk arrin ta shohë askush derisa të vdes, ndërsa Dexhalin kur ai të dalë do ta shohin të gjithë njerëzit, qoftë besimtarët apo jo besimtarët. 2. Kërkimi i mbrojtjes nga Allahu nga sprova e Dexhalit, veçanërisht në namaz, dhe për këtë janë transmetuar hadithe të sakta. Nga Aisha, nëna e besimtarëve, përcillet se i dërguari i Allahut alayhis salam lutej në namazin e tij me këto fjalë: O Allah, unë kërkoj mbrojtje prej teje nga ndërshkimi i varrit dhe kërkoj mbrojtje prej teje nga sprova e Mesiut Dexhalit. Buhariu përcjell se Musab ibn Sad ibn Ebi Uekasi ka thënë: Sadi urdhëronte për 5 gjëra dhe tregonte se për ato ka urdhëruar edhe i dërguari i Allahut alayhis salam. Prej tyre janë edhe këto fjalë: dhe kërkoj prej teje mbrojtje nga sprova e dunjas. Me dunja këtu ka si qëllim sprovën e Dexhalit. Të shprehurit me fjalën dunja për të treguar sprovën e Dexhalit tregon se sprova e Dexhalit është një nga sprovat më të mëdha që kanë për të ndodhur në këtë dunja. Muslimi përcjell nga Ebu Hurejra se i dërguari i Allahut alayhis salam ka thënë: kur ndonjëri prej jush të ketë thënë te shehudin e te hejatën, le t'i kërkoj mbrojtje Allahut për 4 gjëra dhe le të thotë: O Allah, unë kërkoj mbrojtje prej teje nga ndërshkimi i xhehenemit, nga ndërshkimi i varrit, nga sprova e jetës dhe e vdekjes dhe nga e keqja e sprovës së Mesiut Dexhal. Imam Tausi e urdhëronte birin e tij të përsëriste namazin, nëse ai kishte harruar pa u lutur me këto fjalë. Kjo tregon kujdesin e të parëve tanë për të mësuar fëmijëve të tyre këtë lutje madhështore. Sefarainiu ka thënë: çdo dietar duhet i përhap hadithet e Dexhalit midis fëmijëve, grave dhe burrave, duke pasur parasysh se transmetohet që prej shenjave të daljes së tij është edhe harresa e përmendjes së tij në minbere. Ai më pas ka thënë, sidomos sot, në kohën tonë kur sprovat gëlltiten lehtësisht dhe vështirësitë janë shtuar. Sot kanë humbur shumë mësimet e sunetit, kur suneti është shndruar në bidat dhe bidati në ligj që duhet zbatuar. Ndryshimi dhe forca vjen nga Allahu i larti
dhe madhështori. 3. Mësimi përmendësh i disa ajeteve nga surja Kehf. I dërguari Allahut alayhis salam ka urdhëruar që mbi Dexhalin të lexohen ajetet hyrëse të surës Kehf dhe në disa transmetime ajetet përmbyllëse të saj, konkretisht 10 ajetet e para ose 10 ajetet e fundit. Në hadithin e gjatë të Newas ibn Semanit tregohet se ndër të tjera i dërguari Allahut alayhis salam ka thënë: nëse ai arrin ndonjërin prej jush, atëherë le t'i lexojë atij ajetet hyrëse të surës Kehf. Muslimi përcjell nga Ebu Derdaja se i dërguari Allahut alayhis salam ka thënë: kush mëson përmendësh 10 ajete nga fillimi i surës Kehf, është i mbrojtur nga Dexhali. Pra është i mbrojtur nga sprova e tij. Muslimi ka thënë se Shube ka thënë 10 ajete nga fundi i surës Kehf, ndërsa Hemami ka thënë 10 ajete nga fillimi i surës Kehf. Newawiu ka thënë, ky orientim është dhënë për shkak se fillimi i kësaj sureje përfshin argumente dhe çuditëra që nëse një person mediton rreth tyre, nuk bie në sprovën e Dexhalit dhe fundi i saj mbyllet me këto fjalë: Vallë, a mendojnë mohuesit se do të mund t'i zgjedhin robërit e mi si mbrojtës të vendit tim? Ne kemi përgatitur xhehenemin si vend banim për mohuesit. Kehf 102. Kjo është veçori e surës Kehf dhe janë përcjell shumë hadithe, të cilat nxisin leximin e saj, veçanërisht ditën e premte. Nga Ebu Said Hudriu përcillet se i dërguari Allahut alayhis salam ka thënë: surja Kehf i ndriçon atij që e lexon këtë sure ditën e xuma, çfarë ka midis 2 xumave. Surja Kehf ka një rëndësi të madhe. Aty ka argumente mjaft të forta si ngjarja e shokëve të shpellës, ngjarja e Musait me Hidrin, ngjarja e Dhul Karnenit dhe ndërtimi prej tij i pengesës së madhe, e cila bllokon Yexhuxhët dhe Mexhuxhët, vërtetimi i ringjalljes dhe i tubimit, fryrjen e surit, tregimi për ata që e humbasin punën e tyre, por ata që pandehin se janë në udhë të mbar, e në të vërtet janë në humbje e në verbëri. Çdo musliman duhet ta lexojë këtë sure, ta mësoj përmendësh atë dhe ta përsëris vazhdimisht, veçanërisht ditën e xuma, ditën më të mirë në të cilën lind dielli. 4. Ikja nga Dexhali dhe largimi prej tij, dhe më e mira në këtë rast është të banuarit në Mekë ose në Medinë, sepse sikurse e kemi përmendur më lart, në këto 2 vende të shenjta Dexhali nuk hyn dot. Kur të dalë Dexhali, muslimani duhet të largohet prej tij, për shkak se Allahu i lartësuar e ka pajisur atë me dilema dhe gjëra të pazakonta, si sprovë për njerëzit. Ai sa një njeri mund të mendojë për veten e tij se zotëron aq besim të qëndrueshëm sa t'i dalë përpara Dexhalit, por që më pas e ndjek atë. I lutemi Allahu të na mbrojë neve dhe të gjithë muslimanëve prej sprovës së Dexhalit. Imam Ahmedi, Ebu Dauti dhe Hakimi përcjellin se i dërguari Allahut alayhis salam ka thënë: kush dëgjon se Dexhali ka dalë, le të largohet sa më shumë prej tij, se pasha Allahun, personi që mendon se është besimtar, do të shkojë tek ai dhe më pas do ta ndjek atë, për shkak të dilemave të shumta që ai paraqet. Përmendja e Dexhalit në Kur'an. Dietarët kanë kërkuar urtësinë e mos përmendjes së Dexhalit në Kur'an, duke qenë se sprova e tij është shumë e madhe. Të gjithë profetët kanë tërhequr vërejtjen për të dhe nga i dërguari Allahut alayhis salam urdhërohet kërkimi i mbrojtjes në namaz prej sprovës së tij. Në lidhje me këtë, dietarët kanë dhënë disa përgjigje. 1. Dexhali është përmendur përmes shenjave që tregojnë në ajetin kuranor. Ditën kur të vinë disa shenja të Zotit tënd, atëherë nuk do t'i bëj dobi askujt besimi i tij, nëse nuk ka besuar më parë ose nuk ka bërë ndonjë të mirë me besimin e tij. Enam 158. Këto shenja të përmendura në ajetin e mësipërm janë Dexhali, lindja e diellit nga perëndimi dhe kafsha. Të gjitha këto janë përmendur përmes komentimit të këtij ajeti. Muslimi dhe Tirmidhiu përcjellin nga Ebu Hurajra
se i dërguari i Allahut a.s. ka thënë: kur të vinë 3 gjëra, atëherë nuk do t'i bëj dobi askujt besimi i tij, nëse nuk ka besuar më parë, ose nuk ka bërë ndonjë të mirë me besimin e tij. Lindja e diellit nga perëndimi, Dexhali dhe kafsha e tokës. 2. Kurani ka përmendur Isain a.s. i cili do të vras Dexhalin, kështu që është mjaftuar me përmendjen e Mesiut të udhëzimit, në vend që të përmend edhe Mesiun e humbjes. Gjithashtu arabët kanë zakon të përmendin njërin ndër 2 antonimet. 3. Ai është përmendur në ajetin kuranor: krijimi i qiejve i tokës është më i madh se krijimi i njerëzve. Gafir 57. Njerëzit këtu nënkuptojnë Dexhalin. Kjo është të shprehurit në tërësi për të dalë tek një i vetëm. Ebul Alije ka thënë: më i madh se krijimi i Dexhalit, të cilin jehudët e madhëruan aq shumë. Ibn Haxheri ka thënë: kjo është përgjigja më e bukur. Nëse ajo vërtetohet, atëherë konsiderohet si diçka të cilën e ka shpjeguar i dërguari i Allahut a.s. Allahu është më i dituri. 4. Kurani nuk e ka përmendur Dexhalin në shenjë shpërfillje ndaj tij, sepse ai ka për të pretenduar se është Zoti duke qenë veç se njeri. Gjendja e Dexhalit bie ndesh me madhështinë e Zotit, lartësinë, absolutizmin, lartësinë e të qenit të tij i pastër nga çdo mangësi. Për këtë arsye, çështja e tij tek Allahu është më e vogël dhe më shpërfillse se sa të përmendet në Kur'an. Gjithsesi, pejgamberët tanë kanë paralajmëruar për daljen e Dexhalit, rrezikun dhe sprovën e tij. Nëse dikush thotë se Kurani ka përmendur faraonin, i cili ka pretenduar se është Zoti që meriton të adhurohet, atëherë themi se çështja e faraonit ka kaluar dhe ka mbaruar, dhe çështja e tij është përmendur si mësim për njerëzit, ndërsa çështja e Dexhalit ka për të ngjarë në kohën e fundit, dhe ai është lënë pa u përmendur në Kur'an në shenjë sprove. Kotësia e tij nuk është përmendur në Kur'an, edhe pse ai do të pretendojë se është Zot që meriton të adhurohet, për arsye se ky pretendim i tij duket qartazi se është i kotë. Dexhalit i shihen qartë mangësitë dhe tmetat, prandaj ai është shumë herë më i vogël dhe më i papërfillshëm se pozita në të cilën ai pretendon. Allahu e ka lënë pa përmendur Dexhalin në Kur'an, sepse ai e di që robërit e tij besimtar nuk mund të kenë frikë prej tij. Çështja e Dexhalit për robërit e Allahut besimtar, jo vetëm që nuk i frikson, por ajo ushton atyre besimin dhe dorëzimin përpara Allahut dhe dërguarit të tij. Sikurse thot Iriu, të cilin Dexhali e vret dhe pastaj e ngjall: pasha Allahun, unë nuk kam qenë kurrë më i qartë rreth teje se sa sot. Gjithashtu, diçka mund të lihet pa u përmendur për shkak të qartësisë së saj, sikurse i dërguari i Allahut a.s. në sëmundjen e gjatë prej së cilës vdiq, nuk e la me shkrim mëkëmsinë e Ebu Bekrit, për shkak të qartësisë së kësaj çështje dhe për shkak të autoritetit të madh të Ebu Bekrit në mesin e sahabëve. Për këtë i dërguari i Allahut a.s. ka thënë: Allahu dhe besimtarët nuk pranojnë askën tjetër përveç Ebu Bekrit. Ibn Haxheri ka thënë: pyetja rreth mos përmendjes së Dexhalit në Kur'an vazhdon të ekzistojë, sepse Allahu i lartësuar ka përmendur në Kur'an Yexhuxhët dhe Mexhuxhët, dhe sprova e tyre është e afërt me sprovën e Dexhalit. Këto ishin disa nga përgjigjet, dhe ndoshta përgjigja e parë është më e goditura dhe Allahu e di më mirë. Me këtë që thamë, Dexhali është përmendur nëpërmjet disa ajeteve të Kuranit, të cilat i ka shpjeguar i dërguari i Allahut a.s. Shkatrimi i Dexhalit. Dexhalin ka për ta vrarë Isai, i biri i Merjemes, sikurse është përshkruar në hadithet e sakta. Dexhali do të shfaqet në tërë tokën, përveç Mekës dhe Medinës. Ndjekësit e tij kanë për të shtuar shumë. Sprova e tij ka për të përhapur kudo dhe prej saj do të shpëtojnë shumë pak besimtar. Në këtë kohë zbret Isai, i biri i Merjemes, në minaren lindore në Damask. Robërit e Allahut besimtar lidhen rreth Isait dhe ai bashkë me ta niset drejt Dexhalit. Dexhali ndërkohë kur zbret Isai, i biri i Merjemes,
është drejtuar për në shtëpinë e shenjtë Kuds. Isai a.s. e arrin atë në portën e Ludit. Kur e sheh Isain a.s. Dexhali fillon e tretet, sikur se tretet kripa. Isai a.s. i thot: "Unë kam një goditje për ty, prej të cilës ti nuk ke për të shpëtuar." Isai arrin ta zërë dhe e qellon atë me shtizën e vet. Ndjekësit e Dexhalit munden nga besimtarët, të cilët i ndjekin dhe i vrasin. Pemët dhe gurët thonë: "O musliman, o robi Allahut, ky pas meje është një jehudi, eja dhe vrite." Vetëm pema El Garkad nuk flet, sepse ajo është prej pemëve të jehudëve. Më poshtë po përmendim disa hadithe, të cilat flasin për shkatërimin e Dexhalit dhe ndjekësve të tij. Muslimi përcjell nga Abdullah ibn Amri se i dërguari Allahut a.s. ka thënë: "Në umetin tim do të shfaqet Dexhali." Pasi përmendi hadithin ndër të tjera tha: "Allahu dërgon Isain, të birin e Merjemes, që duket si Urvetu ibn Mesudi. Ai e kërkon atë dhe e vret." Nga Imam Ahmedi dhe Tirmidhiu transmetojnë se Mexhma ibn Xharie el Ensari ka dëgjuar të dërguarin e Allahut a.s. të thotë: "I biri i Merjemes do ta vras Dexhalin në portën e Ludit." Muslimi transmeton nga Newas ibn Semani një hadith të gjatë, në të cilin flitet për Dexhalin, zbritjen e Isait dhe vrasjen e Dexhalit. Në këtë hadith, ndër të tjera, i dërguari i Allahut ka thënë: "Çdo jo musliman që arrin fryma e tij vdes, ndërsa fryma e tij arrin gjerë ku arrin shikimi i tij. Ai e kërkon atë, e arrin në portën e Ludit dhe e vret." Imam Ahmedi përcjell nga Xhabir ibn Abdullahi se i dërguari i Allahut a.s. ka thënë: "Dexhali ka për të dalë në një kohë kur feja është dobësuar dhe dituria është paksuar." Pasi përmendi hadithin, ndër të tjera tha: "Pastaj zbret Isai, i biri i Merjemes, dhe thërret përpara se ta agoj: O njerëz, çfarë po ju pengon t'i dilni përpara këtij gënjeshtari të poshtër?" Ata thanë: "Ky duhet të jetë një burr i xhindosur." Ata nisen drejt tij dhe shohin Isain, të birin e Merjemes. Thërritet i kameti për namaz dhe atij i thuhet: "Prijo shpirti Allahut." Ai thot: "Le të dalë përpara e t'ju pri në namaz imami juaj." Kur mbarojnë faljen e sabahut, dalin drejt Dexhalit. Kur e sheh atë, gënjeshtari tretet si shtretet kripa në ujë. Ai shkon drejt tij dhe e vret. Pemët dhe gurët thërrasin: "O shpirti Allahut, ky është jehudi." Ai nuk lë pa vrarë askënd prej ndjekësve të tij. Me vrasjen e Dexhalit, mallkimi i Allahut qoftë mbi të, përfundon edhe sprova e madhe e tij. Allahu shpëton besimtarët nga e keqja e Dexhalit dhe e ndjekësve të tij me duart e shpirtit të Allahut dhe fjalës së tij, Isait, birit të Merjemes a.s. dhe ndjekësve të tij besimtar, dhe për këtë falënderimi dhe lavdërimi i takon vetëm Allahut.